Pak minuta pasi të mbledh Komitetin Ndërqeveritar për të prezantuar masat dhe paketën për dëmshpërblimet nga përmbytjet, kryeministri Edi Rama do të mbledh të premte në Pallatin e Brigatave edhe kabinetin qeveritar. Sfida aktuale e qeverisë është menaxhimi i situatës nga përmbytjet, të cilat kanë përfshirë disa qytete të vendit. Ndaj me gjast dhe fokusi të premten do të jetë menaxhimi në terren dhe sigurimi i qytetarëve në këto kohë të vështira. Në këtë takim pune, ministra do të raportojnë mbi prioritetet dhe objektivat e çdo dikasteri për këtë vit, për të planifikuar mënyrat më efektive për zbatimin e politikave publike. Ndërsa një javë më vonë, të premten e 16 janarit, Rama do të presë në Pallatin e Brigatave grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ky takim, i cili mbahet 3 ditë përpara nisjes së sesionit të ri parlamentar, ka për qëllim të koordinojë punën e deputetëve në parlament, si dhe të diskutojë mbi projektligje dhe iniciativat e qeverisë përgjatë këtij sesioni. Ndërkohë, këtë të njëjtën, në Selin Ros, numri 2 i partisë, Blendi Klosi, zhvilloi një takim me drejtuesit politik në Qarqe, pa praninë e kryeministrit Rama, ku në fokus ishin çështjet organizative të partisë përgjatë 2026-s.